Hallin edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me të tjerët, nuk janë të njëjtë. Lista sërbë është listë kriminale, që to është problemi. Për mu, po ju e këshyri interesit ditor, sepse Nenad Rashid, i cili ka qenë ministër në qeverin e pavarësisë, dhe i cili e ka lëshu seancën, për mu është i njëjtë me atë të cilit sot nuk ka dyshime dhe nuk ka pranueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse për ju me baza ditore dhe të interesit ditor mund të ndërroj një individ i caktu, është problemi subjektit geopolitik. Unë po flas për shtetin, po flas për Kushtetutën e plotë të Republikës së Kosovës. Jo për interesit ditor. Veç të kallëzu çka duhet. Armend, në rregull është, ju mbajeni qëndrimin mirë, po ajo çka po vrej unë, kohëve të fundit në LDK. Keni arrit në qenë veç... Jo, ndëgjo. Më fala, ajo që po vrej unë në vetëvendosje është që kemi një kryeministër që ka të vendosur Kosovën në raport me participitetin në rregull Armend, opozitën bëje. Po tani, Rezhaj, ti po flet për LDK, apo prezaj mos flet për vetëvendosje? 4 vjet ke fol për vetëvendosjen, fol prap. Qysh po flet? Veç më lejo se unë qëllimisht nuk të fola se e di çka do të thonë niveli i pabarabartë i debatit atje. Po më lejo veç se ti ke qenë shkurt. Me lejo veç 2 minuta më sen kundër përgjigjem. Unë po them që Lidhja Demokratike e Kosovës, ti e din që unë e them mendimin tim, se jemi miq. Nuk absolutisht po. Për mu, unë po them edhe nuk e kam personale këtë punë. E di asun. Për mu është për një mend për keqardhje, pra rolin që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, është në rolin e vëzhguesit, nuk merr pjesë në proces. Asë mbranda në kuvend të Kosovës, dhe për mu është lidhje tjetër kjo, nuk e di është lidhje demokratike. Për mua, personalisht. Po flet, Albert, duke folë si votuesi i LDK-s? Jo, po flas, jo be si votuesi, po pleve mos e deformo krejt ato që thash. Jo, po tani po ti flet LDK-s. Bi ato se si unë e kum po ma herët Lidhjen Demokratike të Kosovës, kohëse Isa Mustafës, ku nuk jom pajtu as atëherë, po për arsye të tjera, dhe po flas për tash që spajtohen për këto arsye. Se sikur të isha pajtu, isha kon Lidhja Demokratike të Kosovës, nuk isha kon në lëvizjen vendosje. Unë po them që në rolin e vëzhguesit, si që është Lidhja Demokratike, s'po PDK-ja abstenona, voton kundra, bën diçka. Ju as nuk merrni pjesë në proces, jeni jashtë procesit, ma shumë dilni në televizion e në kamera, disi, kur ju thrasim ne në koalicion, thoni ju, kur ju thret PDK-ja, thoni ju, doj me nejtë në opozit, nuk merrni pjesë, ato që ku ngarku qytetari, por që to po them, unë i kom që durët prej LDK-s Lumirit, për mua, kjo është mendimi jam. Zemaj, ktheja përgjigjen Zemaj. Po, ktheja përgjigjen. E para, Lidhja Demokratike e Kosovës është e antarësisë. Edhe struktura saj që e ka një leadership, e ka një kryetar që është Lumira Deti. E dyta, prej fillimit këtij mandati, çdo gjë që e ka thonë dhe e ka ofruar Lidhja Demokratike e Kosovës, po servohet edhe në kuptimin e përgjigjes edhe kushtetutës, por edhe të veprime politike që po ndodhin në kuvendin e Kosovës. Këto nuk po e them për modesti, po kjo është realitet dhe nuk po du mu kthy në të gjitha temat mbrapa. Vetëm diçka, unë ju kisha lut edhe juve, merrni përgjegjësinë të cilën ju takon, mënyrën e legitimitetit të cilën ju e kërkoni në kundërshtim me Kushtetutën dhe me